Nëse kthehemi në profesion, ana sqaron se çfarë është abdomeni akut edhe si klasifikohet e çka shkakton atë? Abdomeni akut është një sindrom apo një entitet i veçantë i cili e shkakton një mori e sëmundjeve të ndryshëm. Ekzistojnë disa përkufizime për abdomenin akut, por kur themi sindrom është që shkaktohet nga një mori e patologjive të ndryshme që ka njëjtëkohësisht shenja apo simptome të ndryshme, që sipas një përkufizimi thotë që shumicën e herave kërkon tretman kirurgjik, që nuk është edhe 100% i saktë, sepse jo çdo dhimbje e barkut kërkon tretman kirurgjik. Një përkufizim tjetër thotë që abdomeni akut është një gjendje urgjente abdominale që kërkon konsultim kirurgjik. Pra çdo dhimbje e barkut me gjenezë të panjohur, me mundim, me vjellje apo mund të manifestohet edhe me pengesat jashtëqitjes, klasifikohet si një gjendje akute abdominale që kërkon evaluim. Tani, nëse flasim për shkaktarët, ju tregova që abdomeni është si një black box apo një kuti e zezë ku janë të vendosur numër i madh i organeve dhe gjitha këto organe, qoftë me problemet e tyre të natyrës inflamatore, të natyrës maligne apo traumatologjike, mund të shkaktojnë sindromin e abdomenit akut, që nëse është, domethënë, i përmbush kriteret e vlerësimit kirurgjik, atëherë normalisht duhet i ndërtohet edhe intervenimit kirurgjik. Shkaktarët ju thash që janë të ndryshëm, domethënë kemi abdomen akut me natyrë prej traktit gastrointestinal, që flasim për ulqirat e perforume, pastaj abdomeni akut me natyrë obstruktive për shkak mbylljes së kalimit të traktit gastrointestinal, abdomeni akut pastaj nga me natyrë biliare, prej kolecistitë, prej holangitë, abdomeni akut nga pankreatiti, abdomeni akut me natyrë vaskulare, me mbyllje të enëve të gjakut, abdomeni akut me natyrë urologjike, abdomeni akut me natyrë ginekologjike. Pra, po flasim me një gamë të gjerë të patologjive që normalisht secila nga ato në një stad mund të shkaktojnë gjendje sindrom të abdomenit akut dhe nëse është problem kirurgjik normalisht duhet i nënshtrohet edhe intervenimit kirurgjik. Cili është dallimi sa i përket aspektit kirurgjik ose jo kirurgjik tek abdomeni akut? Tani ne pacientin pasi e pranojmë në qendrën emergjente me dhimbje të forta të abdomenit, fillojmë një ekzaminim. Anamneza është ajo e para që i qasemi pacientit se si ka fillu, ka qenë dhimbje për njëhershme, dhimbje ngadalshme, radiacioni apo shpërhapja se ka shkon, është përcjell me probleme tjera, me vjellje, me jashtëqitje, domethënë natyra e dhimbjes. Anamneza e mirë është diku afërsisht 50% e diagnozës. Përveç AI-t që përmend apo inteligjencën artificiale, palpimi apo prekja e kirurgut, domethënë ende ka shumë rëndësinë e vet. Palpimi i abdomenit ngërthen në veti një mjeshtri shumë të madhe që vlerëson se ndjeshmëria është ndjeshmëri me reakcion që flet për një perforim apo për një problematike që kemi një shpërndarje në hapësinë e abdomenit, apo është një problem që mund të trajtohet edhe me ilaçe. Përveç ekzaminimeve domethënë fizikale që domethënë mjeku takohet për herë të parë me pacientin dhe e bën me inspekcion me pa, me prek, me auskultu, me ndëgju dhe me perkusion, domethënë që janë 4 metodat e ekzaminimit fizikal. Pastaj na shërbehemi edhe me elemente tjera për me marrë një diagnozë sa më saktë. Elemente tjera janë analizat laboratorike, të cilat janë qofshin ato hematologjike dhe biokimike për të parë edhe funksionet e organeve tjera, a kemi markeret inflamatore të rritur. Pastaj shërbehemi edhe me imazheri. Domethënë të një abdomen akut është shumë i rëndësishëm të bëhet një ultrazon i abdomenit, një rentgen i thjeshtë i barkut që na jep 3 informata shumë të rëndësishme se a kemi lëng, domethënë a kemi ajër të lirë që flet për një perforacion të viskusit apo të traktit gastrointestinal, a kemi nivele ato tipike, nivelet hidrarike që flasin për bllokim intestinal apo kemi ndonjë trup të huaj. Normalisht që në kuadër të urgjenca abdominale, kur kemi dilema, normalisht shërbehemi edhe me imazheri më të avancuar, të cilat janë CT-ja dhe rezonanca. Pastaj
të jepet një mendim meritor se cilën rrugë do ta ndjek pacienti, a është urgjencë kirurgjike që kërkon tretman kirurgjik, apo është një gjendje që do të përcjellet në observim se a shkon duke u përmirësu. Të flas me statistika, afërsisht 20% e pacientëve me dhimbje të barkut që lajmërohen në qendra emergjente janë pacientë që quhen si dhimbje jo specifike të barkut, që edhe pasi i realizojnë ekzaminimet edhe laboratorike, edhe ato imazherike, nuk gjendet shkaktari se pse dha barku. Domethënë që quhen si dhimbje e abdomenit jo specifik. Por në kuadër të këtyre problemeve që kërkojnë tretman, ne më së shpeshti kemi dhimbjen nga apendiciti akut, që është një urgjencë kirurgjike, pastaj probleme tjera, mirë po pa i kalu gjitha këto ekzaminime dhe metoda tjera të ekzaminimit për me ardhur te një diagnozë meritore, do të thonë edhe tretmani i bëhet sipas gjendjes. Po cilat janë ato simptomat më të zakonshme që i kanë këta pacientë? Edhe kur është një urgjencë abdominale, kur do të më kërku ndihmë tek specialisti i kirurgjisë? Tani, me qenë si ju thash, një ndër urgjencat më të shpeshta tek kirurgjia abdominale është apendiciti akut, dhe shpeshherë bile kisha dhënë edhe si mesazh edhe tek mjekët e përgjithshëm apo familjar, domethënë tek vonesa e tyre nganjëherë dhe trajtimi me antibiotik. Apendiciti fillimisht dhimbja nuk është në region të apendiksit, por është më shumë në qendër të abdomenit dhe në regionin e sipërm kur projektohet lukthi. Sepse ashtu sipas inervëzimit vjen domethënë informatat në abdomenin e mesëm dhe të sipërm, dhe momentin kur në një stad dhe shumica hera e trajtojnë ndoshta si gastrit, domethënë një pezmatim lukthi, dhe nëse trajtohet me analgjetik dhe antibiotik, normalisht që vetëm e zgjat procedurën e diagnostikimit e duhur apo i mshef simptomat tipike që i ka pastaj një apendicit, për arsye se pastaj në një stad të mëdhenshëm apendiciti jep dhimbjen në regionin ku lokalizohet, pra në regionin e fosës iliake të djathtë, dhe atëherë ekzaminimi qoftë fizikal, por i mbështetur edhe me laborator dhe imazheri, domethënë e diagnostikon si apendicit dhe kërkon tretman kirurgjik. Pra çdo dhimbje e fortë e pasqyrgueshme mirë është të konsultohet specialisti i veçantë për vlerësimin se a është problem kirurgjik apo nuk është. Tani unë nuk po them se cili rast kërkon ndoshta tek kirurgi, për shkak se nëse një pacient është konstatuar si ka gurë në ijes edhe ka një kolik biliare, normalisht si duhet të qetësohet me analgjetik dhe terapi, po ashtu një pacient nëse është konstatuar si ka gurë në veshka, apo nëse është konstatuar nga një problem që ka pasur edhe më herët, dhe normalisht dhënia e terapisë me analgjetik apo spazmolitik do ta qetësoj. Mirë po, dhimbja e padefinuar, të cilat nuk qetësohen dhe nuk ka mundësi të bëhet diagnostikimi në këto punktet apo qendrat e mjekësisë familjare, duhet të instruohet një ekzaminimi më detajuar për mos të vjen deri te një vonese më tutje.